U rikthyem kështu në studio të dashur shikues dhe tani më jemi gati për bisedën në studio ku do flasim pak më shumë do të thotë sa i përket Superligës së Kosovës, e cila nis sot pas Kupës së Botës, gradualisht ka nisur garat edhe në shumë vende të Evropës, edhe në Kosovë do të thotë sot nis edicioni 2026-2027 i Superligës, por para se ndalim të flasim do të thotë pak më gjerësisht, këtu në studio kam edhe Erdin Hashani, i cili është trajner i futbollit dhe së bashku i flasim të gjitha detajet sa i përket kësaj Superlige. Erdin, mirëmëngjesi, faleminderit shumë kënaqësi. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Para se të ndalemi të flasim gjërësisht për bisedën, fillimisht du me marrë një mendim nga ju se qyshe keni parë paraqitjen e klubeve të Kosovës në garat evropiane. Mendoj se klubet e Kosovës për dëshmojnë që gradualisht Superliga e Kosovës është duke u rritur, duke është pas parasysh për herë të parë një si Superligë kalojmë edhe kampionatin e Bosnjës që më herët nuk ka ndodhur, domethënë gradualisht jemi duke u ngritur edhe normalisht sukseset e klubeve të Kosovës po e bojnë këtë gjë, domethënë që po e ngritin Superligën e Kosovës. Në këtë rast është drita që ka mbet, edhe realisht sikur drita ja ka marrë dorën Evropës, sepse vitin e kaluar ishte edhe në grupe, po besoj që edhe tash ndoshta edhe me pak fat ka me pas një njëjtën gjë edhe këtë vit. A shihni do thotë një farë përparimi, le të themi kështu, të klubeve kosovare në garat evropiane? Po besoj që po, duke pas parasysh që thash edhe më herët që është ngritë domethënë Superliga, domethënë është një ndryshim te Superliga, çka është unë mendoj ndoshta pak më brengos janë fushat, sepse siç dihet shumica e klubeve luajnë në fusha sintetike, gjë që unë mendoj që ndoshta shumë shpejt edhe kjo ka më arrit që Superliga, sidomos ato skuadrat e Superligës të tjenë luajnë në bare natyral, sepse nga këto fusha sintetike po kemi shumë probleme të futbollistëve, domethënë po kemi shumë lëndime. Do ndalemi padyshim Erdin të flasim edhe sa i përket dritës, por po ashtu edhe sa i përket infrastrukturës në futbollin kosovar. Le të flasim fillimisht edhe sa i përket nisjes së edicionit të ri të Superligës. Në bazë të përforcimeve dhe atës se çfarë kanë treguar klubet e Kosovës kështu në Evropë, e po ashtu edhe në ndeshjet miqësore, a prisni këtë edicion që të jetë cilësor? Me folë realisht për dallim për sezoneve, 2 sezona më herë, unë mendoj që pak është më e dobët Superliga, duke pas parasysh se janë lërguar një 3 lojtar shumë cilësor, që është Kryeziu që ka bërë diferencën te Ballkani, është Bruti që ka bërë diferencën te Malisheva, po ashtu domethënë është edhe Tusha që është larguar nga drita. Janë këta 3 lojtar që unë mendoj sidomos Kryeziu dhe Bruti janë që kanë bërë diferencën edhe fol tyne. Ekipet si që është Ballkani edhe Malisheva kanë shku në Evropë. Ndërsa me këto prurjet e tjera që kanë ardhur, të shikojmë mbetet me u po nuk është sikur kisha me thonë Superliga sikur vitin e kaluar, për shkak se nëse shikojmë vitin e kaluar deri në 3 xhirot e fundit nuk është ditë se cila skuadër po bjen nga kategoria që ishte deri në fund luftoi Ferizaj me Prishtinën e re, ndërsa këtë vit unë mendoj ndoshta nuk kanë kisha me thonë potencial apo kapacitet shumë është Drenica në fakt Feronikli me Vushtrën, sidomos Vushtreja nuk është që ka bu përforcime adekuate unë mendoj për Superligë, sepse Superliga dallon shumë për nga liga e parë. Edhe këtu kisha me thonë është ai dallimi, ndoshta këtë vit nuk do të shohim një Superligë siç jemi mësuar me pa sidomos viteve të fundit, sepse nuk është ditë edhe titulli se kush e fiton titullin. Unë muna me thonë që sezonin e kaluar për shembull që kemi luftuar për Evropë, sidomos për të marrë pjesë në Evropë, unë kam qenë pjesë edhe e Prishtinës, domethënë luftonin për vendin e tretë na edhe domethënë Prishtina dhe Gjilani, ndërsa Malisheva që nuk është prit shumë e kapi vendin e tretë. Domethënë këtu është ai ndryshimi për dallim për këtë vit, për shkak se thashë më herët janë 2 skuadra që unë mendoj që nuk kanë cilësi për Superligë, edhe nëse vi që shohim që nuk ka shumë cilësi, atëherë unë mendoj që kjo e bën pak këtë sezon më të mangët për dallim për sezonin e kaluar. Erdin e përmendë Prishtinën, ju keni punuar po ashtu dhe së fundmi si trajner të Prishtina, dhe Prishtina ka qëndruar faktikisht gjatë dhe për përgatitje në Turqi. A mendoni që Prishtina mbase këtë edicion do të arrijë pritjet e tifozëve të saj, a ka ndonjë gjas për me fitu titullin? Po shpresoj që me bo një gjatë tillë, po unë mendoj nëse folim realisht dëshira edhe realiteti dallojnë, për shkak se kam qenë edhe mrena te Prishtina. Prishtina është bërë këtë vit kinse për titull, për mbetet me u pa.
është shumë e vështirë duke pas parasysh që drita, thuja se ka rujt skeletin e ekipit o bo që shumë vjetë, politika e dritës, unë mendoj që dallon pej skuadrave tjera, nëse shikojmë ka largu edhe trenerin Zekria Ramadani, po prapë është ajo drita e fortë. Domethënë drita nuk varet nga treneri, po është ai skeleti i skuadrës, ai politika e klubit që janë duke bo, unë mendoj që po kanë shumë suksese. Nëse shikojmë këto vitet e fundit, drita secilën herë është ngrit, për dallim kisha me thonë nga Prishtina, po shpresoj që Prishtina më bo kampion, se unë mendoj që edhe plisat e meritojnë një gjatë tillë këtë vit, po nëse shikojmë sepse gjonat nga brenda dhe nga jashtë dallojnë shumë, atëherë unë mendoj ndoshta edhe me prurjen e trajnerit që kanë marrë tri dhe stafit të ri, po shpresojmë që me u bë kampion, po është shumë e vështirë duke pas parasysh ngritjen e dritës gradualisht çdo vit. Do të thotë mundet me u prit pak i njëjti sukses siç ishte edhe edicionin e kaluar sa i përket të dritës? Po besoj që nëse është konkurrenti kryesor për titull, unë mendoj që është drita, duke pas parasysh, domethënë që thashta më herët, është vetëm një skuadër që e ruan gjithmonë skeletin e ekipit apo boshtin, nëse shikojmë janë 80% e lejtarëve që luajnë që shumë vite bashkë. E thash që nuk varen nga trajneri, po është nga grupi i atyre futbollistave që kanë shumë eksperiencë dhe kanë shumë provoj, se drita që shumë vite është ndërtu për Evropë. Domethënë jo për Superligën e Kosovës, për Evropë, për marrë për thënë dritën për shkak se në vitin e kaluar ne ishim duke luftu për titull me Prishtinën, pavarësisht që drita ishte edhe në Evropë, domethënë në fund arriti me u bë kampion, edhe ai finishi i sezonit do mëne që i takon plotësisht dritës për shkak se kanë shumë futbollistë mrena për mrena dhe mund me bërë rotacione, gjë që ajo është përparësia të secila skuadër. Erdin, megjithatë kur flasim për klubet e din që prapa atyre do thotë qëndron një punë shumë e madhe, por po ashtu ka edhe vështirësi që i kalojnë. Qysh qëndrojnë në aspektin organizativ dhe financiar, do thotë klubet në bazë të informatave që mbase i keni? Shumica e tyre, domethënë, janë mirë, sidomos unë mendoj që këto skuadrat të cilat hyjnë nga Superliga, nga Liga e parë në Superligë, duhet me pas një bazë shumë të madhe se sa që e kanë në Ligën e parë, sepse dallimi thashë më herët është shumë i madh. Sot nëse se ki buxhetin minimum 1 milion, unë mendoj që është shumë problem me mbijetu në Superligë, për shkak se Superliga ka arrit, sidomos ka këto skuadra që e kanë buxhetin shumë më të madh, që është Prishtina, Drita, Gjiljoni apo Ballkani, edhe ti për më bo konkurrencë tyne, ti dush me pas, domethënë, parafërsisht deri buxhetin të këto skuadra, sepse nëse një futbollist e kërkon për marrën shembull Drita apo Prishtina, edhe vushtreja është dallimi shumë i madh, sepse gjithë futbollistët, se kemi qenë vetë futbollist, kanë dëshirë me shku të këto skuadra të cilat marrin pjesë në Evropë. Erdin, një shqetësim tjetër edhe cilin e përmende edhe ti që në fillim të bisedës është edhe mungesa infrastrukturës, do thotë edhe mungesa fushave të mira për lojë, shumica atyre do të luajnë ndeshje do thotë në fushat të cilat kanë edhe bare artificial. A mendoni se mbase infrastruktura është edhe ana më e errët e futbollit kosovar, çish e shihni ju? Për momentin është një mangësi, po në çka është, unë mendoj që çka duhet më vedisu edhe klubet është sepse duhet me investu edhe ato në përfusha jo vetëm futbollist, sepse nëse ti në gjendje ti investosh 2 milion euro mrena vitit, ti për shembull mundesh mos mi marr 2 futbollistat të cilët paguhen mujt 10.000 apo më pak, edhe me çat pjesën me ndo edhe me bu një fush, kisha me thonë ndihmëse, sepse një fush ndihmëse edhe mundën me investu te sidomos te çto fushat ndihmëse që te ne mungojnë. Unë mendoj që pak është edhe faji i klubeve. E kemi shembull për shembull Shqipërinë, sepse edhe ata kishin më herët kishin fusha shumë me bare artificial, ndërsa sot Superliga ka në rregull që gjitha skuadrat të luajnë në bare natyral. Kështu që po besoj edhe tek ne ka marrë dhe njëjta gjë, edhe po besoj që shumë shpejt për shkak se që thash edhe më herët me këto fushat me bare artificial po ka shumë dëmtime, sidomos me ligamentet e gjojve, gjë që unë mendoj që ju kushtojnë shumë futbollistave. Nëse ti për shembull si skuadër e merr një futbollist edhe pagun 10.000 euro jap muajin, nëse ai të lëndohet, atëherë është shumë dëm për ty, sepse ti pa çore dush mja
shpenzu ose mja përmbush kontratën që e ka ai futbollist. Erdin krejt në fund, duke qenë se jemi kështu zbashku edhe drejt fundit të bisedës, po flasim pak edhe për përfaqësuesen e Kosovës, e cila fillon me edicionin do të thotë në shtator, edicionin e ri të Ligës së Kombeve. A besoni se Kosova ka cilësi për me fitu grupin e saj, që ishe gjasat? Mos harrojmë se kemi dalë një rang më lart, jemi, domethënë, edhe është shumë më vështirë sepse kundërshtarët i kemi shumë më të vështirë. Kanë shku paralelisht, unë mendoj që kombëtarja e Kosovës dhe Superliga janë ngrit, edhe sot një kombëtare në Kosovës, unë mendoj se çdo kundërshtar nuk ka dëshirë me pas në grup, sepse unë mendoj që jemi një shtet ose kisha më thonë një skuadër shumë e papërshtatshme, se kemi treguar që mundemi mi mujt edhe ato shtete që janë shumë më cilësore. Kështu që dyjat, sikur kombëtarja e Kosovës, sikur Superliga e Kosovës kanë arrit nivelet nalta, po a do të më kënaq me këta, unë mendoj që jo, për shkak se unë mendoj që kemi cilësi, po normalisht shpresojmë që unë mendoj që është koha që të kualifikohemi në Evropian, edhe kemi gjitha mundësitë dhe gjitha cilësitë, sepse nëse shikojmë sot kemi futbollista që luajnë në top Superligat e botës, edhe kështu që kur ke cilësi në skuadër apo atëherë unë mendoj që edhe sukseset pritet me u arrit. Erdin, faleminderit shumë, diçka më shtu për fund? Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe juve, ishte shumë kënaqësi.